Në takimin me banorët e lagjes Gosil, drejtuesi politik i Partisë Socialiste Eduard Shalsi tha se ka ardhur koha që të gjithë kuksianët dhe shqiptarët të zgjedhin numrin 5 Partinë Socialiste për të bërë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian. Ai theksoi se hyrja në Bashkimin Evropian do të thotë më shumë siguri, fonte dhe mbështetje për çdo qytet dhe fshat të Shqipërisë. Unë do përfaqësoj një qark i cili nuk është thjesht një koncept gjeografik apo rajon, por është një krahim që do të thotë zemër, do të thotë kurajo, do të thotë histori, do të thotë tradita, do të thotë kulturë. Kemi bërë shumë, kur them kokën pas, kemi bërë shumë dhe jemi krenar. Në ana tjetër, duhet që kësaj here ne provojmë që mbështetja e popullit shqiptar për anëtarësimin e Bashkimit Evropian është e jashtëzakonshme. Të plotësojmë të gjitha kriteret dhe kemi këtë mundësi me Edi Ramën dhe me Partinë Socialiste. Çfarë do të thotë anëtarësimi i Bashkimit Evropian? Zëri i Shqipërisë është akoma dhe më i fortë. Dhe në aspektet e sigurisë, Shqipëria bëhet pjesë e planeve të sigurisë të Bashkimit Evropian. Që vetëm në vitin e parë, nga fondet e Bashkimit Evropian, Shqipëria përfiton 300 milion euro. Shumë më tepër mundësi për të financuar fshatin apo për të ndihmuar zhvillimin rural. Ai shtoi më tej se çdo votë që shkon kundër Partisë Socialiste dhe kandidatëve në fakt është votë kundër të ardhmes së Kuksit. Çdo votë që nuk shkon për numrin 5 Partisë Socialiste apo njërin për kandidatëve është votë kundër Partisë Socialiste. Është votë që mund ta çojë mandatin tek kandidatët biznesmen të Partisë Demokratike. Ndërsa kandidatët Ali Hallaçi dhe Alban Zeneli para banorëve kërkuan votë dhe mbështetje maksimale për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, sepse duke votuar Partinë Socialiste, Kuksi do të ecë drejt zhvillimit të nisur tashmë. Si qytetar të Kuksit, ja japi mandatin kryeministrit Rama, ju a them me bindje të plot sepse ai do të kthejë gjithë qeverinë, gjithë thyrën e tij në qarkun e Kuksit për të bërë investime më shumë. Votojmë Edi Ramën, votojmë Partinë Socialiste, sepse ajo është e ardhmja e jonë, e fëmijëve tonë, e fëmijëve tuaj. Edi Rama don që ta barazojë pasaportën shqiptare me një pasaport një gjerman, një francez dhe një italian. Duke votuar Edi Ramën, ai do bëhet realitet.